Kundërshtuan dhe goditën me sendet forta punonësit e policisë, dëmtuan një automjet policie si dhe sulmuan deputetët e Kuvendit të Shqipërisë gjatë ubimit të zhvilluar të enten, arrestohen 19 shtetas, procedohen penalisht 12 shtetas. Vijon puna për identifikimin dhe të 6 shtetasve të tjerë që janë dokumentuar me pamje filmike për veprime të dhunshme. Gjatë ubimit u dëmtuan 15 punonjës policie dhe një automjet policie. Në vijim të veprimeve procedurale të kryer nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë në lidhje me ubimin e zhvilluar të enten pranë parlamentit, u bë arrestim në flagrancë i shtetasve dhe përmenden pra shtetasit me iniciale dhe moshën. Si dhe shtetasi AL, 35 vjeç, pasi ka goditur një gazetar, po ashtu përmenden edhe iniciale dhe mosha e shtetasve të cilët janë proceduar penalisht. Grupi hetimor të Policia e Tiranës vijon punën për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundraligjshme gjatë ubimit të zhvilluar të enten. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë Tiranës për veprat shkelje, shkatërrim prone. Kundërshtimi punonësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhit të lishëm të punonësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Mirë, kjo është pjesa e parë ku ne do fillojmë të diskutojmë. Sonte në skenë krimi unë kam të ftuar ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja që je sonte. Përshëndetje. Si dhe avokatin Gylser Zhlima, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Tani çfarë kuptove nga protesta që është zhvilluar deri tani, kjo përplasje me policinë, me deputetët e Kuvendit, kryesisht përfaqësia e majt? Së pari duhet kemi parasysh që kjo protestë nuk ka një tabel në kuptimin as një subjekt politik apo një shoqat ose një sindikat. Kemi të bëjmë me një protestë ku qytetarët shqiptar marrin pjesë dhe sigurisht që përmes revoltës tyre për shkak të një padrejtësie që ndodh gjithmonë në vijën e parë të policisë së shtetit nga provokimi i policisë partisë, sepse unë e them policisë partisë për shkak se po të shikoni ngjarjet se si janë zhvilluar, por edhe veprimet e policisë partisë nënkupton që është për mbrojtjen e pushtetit të Edi Ramës dhe jo për mbrojtjen e shtetit shqiptar. Po thuaj që provokoi policia, sigurisht, për ata të cilët din të shikojnë mirë edhe të kur marrin një pamje, din edhe të analizojnë, dhe ne duhet them vazhdimisht të qytetarët që ata të cilët sot janë pjesë e policisë së shtetit nuk bëjnë 100% pjesë, sepse duhet të bëjmë një saktësim këtu, dhe saktësimi është ky. Për ata edhe një mesazh, jo vetëm saktësim, por edhe një mesazh që ju po mbroni shtetin shqiptar apo pushtetin e Edi Ramës. Këtu duhet jetë pyetja ose pikpyetja e madhe që shtrohet për ata të cilët punojnë në shtetin shqiptar, sepse unë po shikoj që ata po ndihmojnë dhe po punojnë për pushtetin e Edi Ramës, dhe kjo është diferencë shumë e madhe se sa të punosh me shtetin të Republikës Shqipërisë. Duhet të kemi një qartësi edhe me veten tonë, sepse zoti Rama ka përdorur policinë e shtetit duke shndëruar në policinë e partisë, dhe kjo është e provuar në 2017 kur i tha ishni kapelet për të mbledhur vota për Partinë Socialiste. Mos harroni faktin që edhe të gjithë drejtuesit të policisë së shtetit u shndëruan si ushtar të Partisë Socialiste. Ardi Veli u bë zëvendësministër i qeverisjes së Rama pasi u largua nga policia e partisë. Këto janë fakte konkrete, nuk janë mashtrime, nuk është se ne po shpifim, po është e ditur edhe në fletore zyrtare është e publikuar që ai u bë zëvendësministri i kësaj qeverie. Pra, policia e shtetit është shndëruar si policia e partisë dhe qytetarët revoltojnë me shumë të drejtë dhe bëjnë këto veprime. Tani, a përbëjnë apo jo vepër penale është ta diskutojë edhe kolegu, por e vërteta është që mjafton thjesht vetëm që aty pati qytetarë dhe reaguan kundrejt padrejtësisë. Edhe një pyetje Zhlima, tani për sa i përket momentit kur qytetarët shkojnë në kuvend dhe kërkojnë llogari, aty është diskutuar që do duhet të qellojë me vezë apo jo, është diskutim paktën publik dhe mediatik tashmë. Ju si e gjykoni? Ka të drejtë qytetarit pak tjetër revoltuar? E drejta ekziston, por edhe veprimi sigurisht duhet të bashkë ekzistojë me revoltën, sepse ne kemi të bëjmë me një goditje e cila nuk ka të bëjë që të sjellë një pasojë, që do thotë një pasojë të rëndë, që do thotë veza apo domati apo diçka që godet automjetin, nuk do thotë vepër penale, por Partia Socialiste dhe Partia e Punës për shkak se
kur është në një situatë e keqe me veten e vet, sigurisht që do të justifikohet që ata të cilët të dhunojnë makinat e policisë përbën vepra penale, sepse gjithmonë Partia e Punës ka qenë ajo e cila ka normuar ligje për të mbrojtur veten e vet në kur bën të padrejtësi ndaj publikut. Dhe në rastin konkret, ata pretendojnë sikur po bëhet një padrejtësi, po nuk bëhet padrejtësi. Goditja me vezë është një shenjë në demokraci, ku unë nuk pranoj, nuk miratoj ato keq përdorimin që ti bën me pushtetin që unë të kam deleguar, dhe sigurisht që Partia Socialiste duhet kuptoj se nga këto revolta, nga këto protesta, nga këto manifestime, demonstrata, zoni ju ta quani, Partia Socialiste dhe zoti Rama thjesht po rrit sa më shumë urrëtitjen ndaj tij dhe Partisë Socialiste, dhe këto pikrisht protesta janë një mesazh i qartë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, dhe nuk jemi këtu të analizojmë apo bëjmë vepër penale në kuptimin gjyqësor, pra se nuk jemi këtu të themi për qytetarët të cilët revoltojnë, po jemi këtu të themi që Partia Socialiste duhet tani e tuti të ndaj, është bandë kriminale apo është një parti politike. Në rast se është parti politike, duhet të dëgjoj qytetarët, duhet të takoj ata, duhet të bëj politika që ata të ulin sa më shumë presionin ndaj partisë në pushtet, por në rast se është bandë kriminale, duhet të tregoj të vërtetën të qytetarët, sepse duhet të jetë transparente që edhe qytetarët që janë në protestë të ndajnë, kemi të bëjmë me një parti që është bandë, apo kemi të bëjmë me një parti politike. Faleminderit Zhlima. Karanja, ka vepra penale në këto përplasje? Domethënë, çfarë bën qytetarët që morën edhe atë reagim nga policia? A do duhet policia të reagon në atë lloj forme? Ne kemi këto pamjet, pamjet që nuk janë parë diku tjetër, kanë përshtypjen, i kanë marrë ekskluzive. Në momentin kur goditen qytetarët? Ja, për shumë këtu qytetari, për shumë shif momentin e goditjes me ujë, nuk po bën asnjë lloj veprimi, për shumë. Ja, kemi të qartë, domethënë, dhe ky ka qenë mas momentit goditjes me ujë, kemi kundër reagimin. Po. Megjithatë, domethënë, mendoj që është prokurori do t'i vlerësoj me vëmendje pamjet filmike dhe do konstatoj veprimin e çdo kujt. Tani, gjithë diskutimi juridik kush është, domethënë. Mjeti i përdorur, për shembull vezët, përbën vepër penale të goditjes apo fyres ose bështyrja, pra ke nxjerr atë. E qartë, po. Mendoj, mendimi im personal për shembull, goditja ose për shembull hedhja e prasit, se kemi pas edhe prasë. Po. Hedhja e vezëve, qepëve. Kemi edhe bajka, në Francë kemi bajka. Bajkat e ka edhe në ndërtesë, por nuk është procedur për goditje për shkak të detyrës, se gjytim bajk. Absolutisht jo. Ose me fekale. Aty i kanë shku në Francë, i kemi në Francë. Ka shku me atë lekverdh atje shumë të egrat. Ka shku me makinën e fekaleve dhe e ka kthyer në vend, se është ai tubi që në vend ta hedhin në kanal, ja ka hedhur në për godina. Dhe është gjithë godinë e madhe dhe ka por aty, domethënë, mendoj që këtu kemi të bëjmë përdorje këtyre mjeteve, pra qëllimi nuk është për me godit, por me fyrje, dhe është më shumë nga ana e fyrjes. Pra fyrje për shkak të se ky është fyrje, se vezat ç'a bën? Veza është një mjet, domethënë, i cili më shumë është në kuadrin e fyrjeve dhe qëllimi i personit që hedh vezën ose prasin, ç'a do të bëj prasi? Tash prasi ka çik kështu qime sipër, ç'a do bëni prasi? Pra nuk ka dëmtim fizik, po. S'ka dëmtim dhe kjo është në kuadrin e fyrjes, pra fyn tjetër, kupton? Jedh i vezë, jedh i domate të prishme. Jedh një pjeshk për shembull, një pjeshk pa fare, do ja hedh. Pra kjo është më shumë fyrje. Pra mendimi personal jemi të fyrje. Do jetë prokurori që do t'i çmojë, domethënë, në mënyrë përshkallëzimi. Më shumë është jemi para veprës penale. Do ta çmojë në mënyrë të pavarur Karanja, apo do ta çmojë, ku diu mund të ketë ndonjë le të themi urdhër nga poshtë që mendoj që do jetë mënyrë, do analizohen pamjet filmike, se është çështje provës, do shkosh në gjykat. Do t'i vlerësoj provat dhe do shohë që ka vepra më shumë, do të thënë diskutimi ku është se duke i marrë në tërësi, kemi në moment që shpërndahet një tubim quhet organizimi i mitingut të paligjshëm, për kundërvajtje penale. Pra pak a shumë, se po i referoj, siç janë procedurë në 21 janar deputetët e Partisë Socialiste për ngjarjen e 21 janarit. Organizimi i mitingut për organizuesët e pjesëmarrjen në një miting të paligjshëm, sepse pasoja, domethënë, shifet rast mas rasti dhe duhet lidhet personi që goditet, pra një punonjës i policisë që goditet në raport me personin që ka goditur.
Do diskutohet dhe te makina e policisë që është thyer, sa është vlera e dëmit, sepse dëmi i shkaktuar duhet ketë një shifër të caktuar, sepse ja për shembull besoj paguar nga personi, po është paguar, kemi thyrën e xhamit parë, është thyer xhami, mund të jetë dëmu dhe kofën opak, pasyra, edhe jo pasyrat janë mirë, mund të thyrë dhe duhet parë sa është vlera e dëmit. Pra duhet parë, bëhet një akt ekspertimi sa është vlera e dëmit dhe edhe prishje qetësisë publike, domethënë është pak a shumë që do shifet rast më radh, janë thyrë xhamat, domethënë janë thyrë xhamat. Shkatrim prona dhe kam përshtypjen e referohen këtij rasti për shkatrim prona. Po pra, është akti ekspertimi që do thotë dëmtimi i xhamit, 2 xhame mësor, sa është vlera dhe përbën sepse ligji ka parashikuar kur dëmtimet kur do të jenë jo të lehta. Pra, do vazhdoj ky mjet të funksionojë më, pra do shifet eksperti e përcakton vlerën dhe vlera kemi një vendim unifikues gjykatës lartë që përcakton ç'u kuptoj me pasojë të rëndë. Pra është pasojë e rëndë në kuptim ligji sepse vetë veprimet ndaj mjetit policisë janë veprime me dashje. Pra domethënë personat duhet qartë që është thyer pra dhe kemi thyrën e xhamit parë, xhamit ansor, dëmtimin e kofës, duhet parë fenerët, maskarinë, pra ka është eksperti i cili do përcaktojë sa është vlera e dëmit, nëse kemi apo jo në 150 kodit penal. Pra shifet në raport, pra çfarë dëmesh kanë, nëse dëmet janë jo të lehta, pra që përcakton eksperti, shifet në raport me personit juridik që është shkaktuar, këta personat janë lehtësisht të identifikueshëm. Pra kam pamjet filmike, janë disa televizione që e kanë nevojë, edhe mjeti që i përdor, por to është bëhet fjalë tek shkolla, tek që shkon për të shkolla, tek zona përballë parlamentit. Po. Tek ja të qendra toptan që është ky përdorimi le të themi i forcës nga ana e policisë ka qenë proporcional nëse ne shohim këto pamje qytetarëve e vezë, përveç këtij momenti, se ky ka qenë ka përshtypjen momenti më i dhunë nga ana e qytetarëve, për që goditën makinën. Pjesa tjetër pastaj ka qenë pak më bullës janë përdorur vezë siç i shpjeguat edhe ju me radhë. Përdorimi i forcës nga ana e policisë në këto lloj rastesh duhet, nuk duhet, u tejkalua. Si vlerësuat? Mendoj mjetet e përdora është kjo e ujit, domethënë nuk është se sjellni pasojë, kuptimin. Thjesht lag, ajo makina e ujit. Mendoj që duke vlerësuar me tërësi me provat, sepse ngjarja do shifet në tërësi, këtu janë një pjesë e pamjeve filmike që jep momentin e hedhjes ujit nga ana e policisë. Mendoj që nuk është, domethënë, mjetet e përdora nuk ka. Po ka edhe qytetarë që goditen me shkop gome aty, ëh. Jo, kjo pjesë tu që po diskutojmë. Flas për tërësinë, çfarë kemi parë, nuk po flas vetëm për goditja me shkop gome, domethënë duhet vlerësuar rast pas rasti te tejkalimi. Pra çdo rast do ketë ato që do shifet. Për shembull, momenti arrestimit kur është i neutralizuar personi, kemi kalim të ato apo do jetë çështja në hetim që do verifikohet. Këtë moment për shembull me ujë kemi një shkëmbim të një debat, domethënë këtu kemi thjesht një protest. Po, kemi një protest. Kjo çfarë shohim këtu, po flas në tërësi, çfarë pam aty? Në tërësi kemi një arrestim, pra një goditje me shkop gome i patë, sepse kur objekti është i neutralizuar, sepse kjo është pra ti e ke neutralizuar një person që ka bërë veprën penale, nuk mund të vazhdosh. Kemi dy momente. Në moment që neutralizohet ti, do bëhet nuk ka nevojë më për dhunë, pra po themi. Po pra do bëhet shoqërimi i tij për në komisariat. Ka pasur pretendime edhe për avokatin e popullit, sepse avokati i popullit, domethënë në këtë periudhë nuk dihet se ku është, pra nuk dihet se ku është. Megjithatë, mas pushimeve mund të vinë ndoshta, sepse s'kemi asnjë lloj reagimi, se duhet të reagoj, pra se ka pasur pretendime. Megjithatë, çështja është në hetim, edhe theksoj janë shumë si thosh prova që do analizohen, do vlerësohen, ka përcim apo jo një dhe e dyta, çfarë vepre penale është kryer. Për mua, domethënë për mendimin tim duke parë dhe analizën e mparshme, pra mjeti i përdorur për qëllim fyzik, jo për qëllim goditës, rasti makinës është gjë tjetër, sepse ai ti po dëmton shorë. Është e veçuar, atë është kpusim si moment. Ti nuk po i gjuh, nëse i gjuh makinës me pras për shembull, atëherë nuk është vepër sepse nuk është dëmtumi ose me vezë, thjesht makina pastrohet. Kurse përdorja e mjeteve aty në bandierave mbrojtëse, këtu është ajo që përbën do shifet nga vlera e dëmit, në bazë vlerës dëmit shifet ka apo jo vepër penale dhe nëse ka, autorësia aty është kryer në bashkëpunim. Pra, tërësinë e asaj proteste u vlerëson që më tepër qëllimi ka qenë për të fyer, për kërkuar llogarisje sa për shkaktuar dëmtimin. Edhe veprimet e policisë të paktën tek këto pamje janë proporcionale. Hedh ujë, këto pamje janë ka dhe pamje të tjera, kam përshtypjen e gjithë. Pamjet e tjera, flas ai momente shumë i rëndësishëm kur neutralizohet një person, dhuna më pasme është kapërcim. E qartë, faleminderit. Vetëm për pjesën e pamjet të policisë që pra goditet makina e policisë
Të lutem edhe një herë ta shikojmë me vëmendje. Ata nuk janë protestues, ata janë njerëz të cilët me porositë të Edi Ramës kanë arritur të bëjnë këtë veprim. Se duhet të jesh kaq shumë naiv, mos them në një fjalë tjetër, të bësh nder Edi Ramës, të godasësh makinën e policisë dhe t'i japësh Edi Ramës dhe atyre të cilët në çdo ditë punojnë që kjo protestë të shuhet, duke dëmtuar imazhin e qytetarëve që protestojnë në mënyrë paqësore, këtu e 30 e sa kusur ditë, dhe të bësh këtë veprim dhe këtu ke polici, ana tjetër ke gjithë atë policitë në gatishmëri dhe këtu di që është zona e pasiguruar, kujdes, pasiguruar nga policia dhe ti shko vendos makinën e policisë aty. Pra do të thotë që sinjalizimi është dhënë që duhet të goditet mjeti i policisë dhe këta që godasin me këtë formë makinën e policisë kanë marrë garanci që të paktën të bëjnë burg, do bëjnë me dinjitet sepse i shërbejnë Edi Ramës. Këtë unë mund të them me plot bindje. Mirë, tani, për sa i përket pjesës qytetarëve që protestojnë dhe goditen nga policia e partisë, sigurisht që për mua prokuroria duhet marrë masa. Tani, ajo çfarë unë dua të pyes tjetër, Zhdima, për sa i përket kësaj çështje, ne kemi parë që një grup i protestuesve, një përfaqësi e tyre shkoi në SPAK dhe dorëzoi librin The Albanian Files. Një libër me 523 projekte të rëndësishme, ku përfshihen kulla, resorte, komplekse të tjera me radhë. Një pjesë protestuesve mendojnë që aty ka vepër penale dhe kemi parë në debatin publik. Ju si mendoni tani? A mund të nisi SPAK një hetim nga ajo çfarë ju keni parë aty? SPAK-u për mendimin tim të nisë mos të nisë hetim, sigurisht që do të jetë në shërbim të Zotit Rama dhe të Partisë Socialiste. Mos e ndani kurse si nga memoria juaj që Partia Socialiste ka investuar për të SPAK-u dhe sigurisht dhe Zoti Rama për të ndihmuar veten e tij që tregoi se si manuali u shbënte në kohën e mëparshme, që do të thotë Kiço Ngjela ka qenë njeriu që punonte për shërbimin, pra ka qenë pjesë e Partisë Punës dhe pat se si partia vet pap e çoi atje ku duhet çohet për shkak të asaj që mos ose të tradhtisë që bërin atë kohë të partisë, sipas partisë. Dhe Beqir Balluku po njësoj ishte shërbëtori i partisë dhe në fund fare mori atë që i dha partia e tij. Dhe kështu është edhe sot dhe SPAK-u, pavarësisht se ju do të shikoni ndërkombëtarët, shteti së drejtës dhe këto gjëra, në rast se do të kishte shteti së drejtës, në rast se do të kishim një prokurori të pavarur, të paanshme, nuk mund të zgjat hetimet më shumë se 3 vjet dhe nuk mundet të marrësh dikë për një vepër penale që nuk mund të quhet as hetuar, por as një vepër penale e cila mund të sjellë një rezultat konkret në kohën kur ti po heton. Për sa i përket këtij librit, ky libër ka indicie të cilat ne duhet na çojë jo tek projektimi, po të na çojë tek ata të cilët do të marrin tenderin, do të marrin lejen, do të marrin kontributet për të bërë projektin dhe aty duhet hetuar si kanë qenë këta individ në prakisht në këtë pjesë të librit, sepse në rast se unë kam vizatuar dhe të ky vizatim tregoj dhe emrat e kompanisë, sigurisht që unë si një funksionar publik kam ndikuar që kam projektuar dhe kam ndikuar që kjo leje duhet merret dhe të jepet apostafat për këtë kompani. Pra në rast se të ky libër tregohet qartë që projektuesi është i normuar pikërisht nga ky projekt, sigurisht që kemi të bëjmë me shpërdorim detyrës të personit që e ka bërë, në rast se është funksionar publik. Të ngrej një pyetje? Po. Po, kjo nuk është tender. Këtu është një projekt, është një person, po themi ne, Gylsen Zhdima kërkon të ndërtojë një kull, paraqit një projekt, kjo bëhet pjesë e një libri. Zhdima në fund e merr miratimin nga kam emrin brenda te ky libri, kam emrin tim me brenda te ky libri. Po, ka emrin aty sepse ke një projekt domethënë. Ku është përdorimi detyrës pas do ta kuptoj? Do të kuptojmë diçka shumë të qartë. Nuk kemi të bëjmë një libër politik që Zoti Rama e vizaton dhe thot Partia Socialiste do shkojë në zgjedhjet e ardhshme lokale për projektimin e Tiranës me këtë libër. Dhe ky libër përmban që zonat kaq kështu do bëjmë këtë zhvillim me kulla, pra në mënyrë abstrakte. E qartë. Mirë. Okej, është projekcion politik. Po, kjo është projekcion politik. Kur ti shkon dhe je në krye detyrës dhe projekton një libër të tillë, vendos te ky libri dhe emra ose nëpërmjet këtij librit persona të tjerë kanë përfituar leje sepse ti kur shkon të marrësh një leje ndërtimi
nuk shkon si një mazë e madhe qytetare që po aplikon edhe do t'japin ty lejen. Jo, ti shkon si një individ, si një subjekt juridik, për të marrë dhe të pajisur nga një autoritet shtetëror leje. Por ti, kur të merr këtë leje, ti sigurisht që duhet të çosh disa dokumenta. Po këto dokumenta nuk mund t'i dinte kryeministri ose titullari një bashkie përpara dhe pastaj të thoshte ty, hajde tani ti dhe merr lejen e mund të zhvillosh në atë zonë. Prandaj këtu SPAK-u në rast se do jetë në nivelin e durë dhe kështu me radhë, duhet ta shikoj. Por do të them një gjë që ta kam thënë edhe po ta përsëris. Në rast se ky libri ka pikërisht atë që kemi thënë këtu ne, që ky libër ka dalë në një moment ku janë përplasur pushtetet. Pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv, me kë pushtet? Me pushtetin ekonomik. Po prit, tek pushteti ekonomik, se tek ky libri do flasim tani, janë dy segmente. Zhvillimi ekonomik që nuk kupton ata të cilët din të bëjnë zhvillim ekonomik, janë biznesmen, dhe ana tjetër është oligarkik, ata të cilët Rama i ka bërë me një SHPK merr dhe tender. Tani, këto të dy segmente janë përplasur me njëri tjetrin. Dhe këto pikërisht segmente kanë sjellur librin kundrejt Edi Ramës. Tani, do të shikojmë, do të jetë një SPAK i cili do të jetë në linjën e Edi Ramës, apo do të jetë një SPAK i cili do të kërkojë të shkojë tek zona e saj, sepse ka humbur ndërkohë gjithë kësaj kohë tek ajo zonë që themi të shtetit së drejtës. Prandaj gjithë kjo mbetet për tu parë, se tani e tutje nuk jemi më në një situatë ku Rama krenohej për drejtësinë që ka bërë. Se Rama mund të krenohej sepse është mashtron popullin në këtë anë. Por nga ana tjetër, duhet të shikojmë se si Rama do të përfundojë veten e tij, jo për shkak të dienisë çfarë po i bën vetes, po për shkak se ai e trazoi edhe filloi dhe bëri goditje midis pushtetës. Dhe në rast se ne kemi të bëjmë me goditje midis pushtetesh, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me një sakrificë që po bën Rama për veten e tij, personalisht, dhe jo më për Partinë Socialiste. Prandaj duhet kujdes kjo që po ju them. Edhe me librin, po edhe libra të tjera që janë brenda dhe jashtë vendit. Edhe ato sidomos jashtë vendit janë më të tmerrshme. Janë libra dhe libra të cilët kanë qenë A4, po janë shtuar për shkak të volumit. Dhe qartë. Faleminderit Zhdima. Në pikpamjen tuaj, Kranxha si ish prokuror, nëse lexoni këtë libër, besoj ju keni parë faqen nga ky, konstatoni vepër penale dhe mundet të nis pak një hetim kryesisht, sepse akoma nuk ka kallëzim, po do ketë kallëzim, ë? Unë kam parasysh, po vetëm diçka të servet e protestat dhe do i përgjigjem pyetjes tuaj. Në lidhje me protestë shkurt vetëm një rresht, po ka 35 ditë që bëhet nuk ka ndodhur asnjë lloj veprimi dhune. Pra duhet të hetohet këta persona mos janë të futur apo jo, se duket e çuditshme. Pra ata, domethënë deri para 10 ditësh që ndodhi vrasja e policit në Korçë, në zonën e Korçës, i dhan lule policëve si ka mundësi shkojnë. Pra personat që kanë goditur mjetet e policisë dhe ka qenë jashtë duhet të hetohet sepse mund të jenë të futur me qëllim për dëmtuar imazhin e protestës. Ata nuk ka kush jeton Kranxha, ata thonë që ata nuk ka kush jeton në rast se mund të jenë të futur. Ata janë të futur. Edhe paguan që do bëjnë. Bëjnë edhe burg sepse janë të pa punë, ata rrin kot pinë kafe, e pi kafen te burgu. Pra i fusin çunat i bën ja 6-8 në i vit burg, për pafë. I boka i burg për lek, kafe dhe sa janë aty se burgjet janë keq në burg aty, shnoqen. Do të vjet ata pak burg për shefin, nuk do e bësh ti. Pak burg, atë bën ai bate, e pash ato nga forma e goditjes ato deri 2 vjet burg bajnë. Tani për sa i përket librit Albanian Files. Për këtë libër, në parim një libër është libër. Ai që e ka bërë sa për shkakun që bën librin nuk është se bën librin me bë vepër penale, bën dhe e bën vet. Pra, një libër në parim nuk ka as edhe një lloj gjëje. Pra, është bërë një libër, janë 523 projekte që janë bërë në Shqipëri deri këtu që Shqipëria, domethënë, po ka zhvillim. Por mendimi im kush është? Pra, me që po diskutojmë te hetimi dhe si duhet të orientohet hetimi. Ne na rezulton që janë disa projekte në fshehtësi. Pra, diskutohet për zonat mbrojtëra dhe domethënë është koha në dinamikë që ligji i zonave të mbrojtëra është ndryshuar. Shikohen këto projekte, domethënë pse është ndryshuar ligji, pra ta hetojnë në kompleksitet jo thjesht si një libër. Pra projektet e zonave të mbrojtëra që ishte një pjesë e mirë, duhet të verifikohen. Dhe dyta, pse kjo fshehtësi? Ç'është kjo me? Janë sa aty që s'dihet kush janë zhvilluesit fare. Po pse me fshehtësi? Në çdo vend, në çdo shoqëri demokratike, madje edhe në vende diktatoriale,
kur bëhen vepra, se këto nuk janë vepra ushtarake që janë sekret. Pra do bëhen tunelet dhe janë sekret, sepse kur të goditet nesër me raketa, do të thonë të mos ketë projektin armiku. Këto janë projekte si përfaqësore, nuk ka pse të jenë sekret, duhet të jenë për publikun. Dhe duhet të jemi sepse në Tiranë dhe në çdo vend të Shqipërisë, tjetër pamje t'jepet para aty dhe tjetër pamje del në zbatim. Çfarë është kjo? Pse na jep i libër, pse na jep gati gjellën gati. Ne duam transparencë kur ta marrim vesh. Bandi edhe sot po ti vesh kuzhinat në Tiranë, në gjithë restorantin ke me xham, që edhe klientit shohin se si gatuhet gjella, pastërti, tenxhet. Kurse këtu te libër na se e diun këtë punë. Kush je ti? Pra që këtu të lind një dyshim. Sepse mund të ketë veprat, janë veprat që bëhen për vendin, janë pozitive, por kur bëhen në mënyrë të atill, kur bëhen gjëja investimet huaja që investimet kanë ndërshtuar totalisht në Shqipëri, e kanë grabitur Shqipërinë, pra dalim komplet ka të kundër që të lind vendi për hetim. Ja vdiq në prenjës Librazht, sot në mëngjes fatkeqësisht duke ecur një kam përshtypjen një ri, kishte rënë guri nga ande kishte vdekur domethënë rruga, ai ishte tragjike si rast. Tani duhet shifen kush janë këto kompani. Janë me vërtet aq të njohura se mund të jetë dështak në vendin e vetëm. Dhe ne na japin se njohur, ne nuk e njohim. Janë kompani kush janë? Pra do shifen, janë dështak në vendin e vet apo janë me vërtet kompani serioze. Duhet të parë këto kompani a kanë lidhje, sepse praktika spaku tashmë është e qartë e rasti Arben Ahmeti. Pra përfituesët e tendrave kanë pasur rrugë jashtë shtetit, kanë shkuar, kanë qëndruar në për hotele jashtë shtetit apo ja. Pra duhet verifikuar sepse me që po diskutohet dhe ka dyshime, për këtë duhet të shifet. Dhe lidhja e projektuesve me qeveritarët dhe me zyrtarët e lartë e zbardh të çështjes, nëse dalin lidhjet, pra rrugët jashtë shtetit, ku kanë qëndruar, në çfarë hotelesh, kush i ka paguar hotelet, sepse kemi praktik tashmë se s'mund themi që sepse më përpara nuk është marrë kush me këtë, po ne edhe në hotel ta paguvi s'prish më. Se sot me praktikën e re, që është me rastin e Ben Ahmeti, i bie që duhet të parë gjithë ta zyrtarët kush janë. Dhe vlera, sa është vlera e projektit, sa është për metër katror, është paguar TVSH, pse sa është vlera, sepse unë më shpo kuptoj Karandxha nga gjithë analizën tuaj, sepse ju e njihni mirë procedurën hetimore. Unë kuptoj që nëse nga jo çfarë ju thatë, nëse merr atë libër ka indicie për të bërë hetime, pra për të zbuluar diçka më shumë. Një pjesë e kompanive janë sekrete. Pra ka mundësi aty që detohet diçka. Po pra, a këto kompani që kanë vepra penale direkt nuk konstatohet vepra penale direkt. Vepra penale në libër, ku lexon një libër janë projekte të bukura që në parim është zhvillim. Por nëse ky është bërë një zhvillim, pra është bërë një pavarësisht se është kel procedura ligjore për bërjen e për këto projekte, sepse procedura ligjore është gjë tjetër. Pra duhet të respektuar ligji, ndikimin në mjedis e tjerë. Këto kemi në parim. Pra kemi arkitekt të cilët mendojnë, shkojnë aty thonë këtu duhet bërë kjo. Ai nuk di është zonë mbrojtur, mund të jetë shpella Ariut aty për shembull, mund të jetë një shpellë që janë këto të kafshë thonë s'duhet bërë. Kurse ai është shef nga ana vet. Mendoj që kjo me që janë projekte dhe janë investuar para, kjo duhet parë, domethënë dhe notarën, pse jo, këto nëse janë të mira për vendin, të investohet. Po të investohet sipas rregullave, të dim investitorin nga vjen çfarë përfiton konkretisht populli shqiptar. Pra, kjo është tokë shtetërore, është tokë privat, sa përqindje ka në investim, sepse mos jepet Shqipëria një herë, jo, ne nuk e duam Shqipërinë, sepse sot po ka vlerë vendi. Sot Shqipëria dhe populli shqiptar në çdo projekt duhet di se sa merr fizikisht dhe zbatimi i tij është shumë i rëndësishëm. Kemi raste që është grabitur pasuria shqiptare e popullit shqiptar. Ke minjerat që janë grabitur, që janë rrjepur, edhe janë prishur edhe shtresat e shfrytëzimit, janë marrë shtresat e cilët kanë dëmtuar dhe minjerën nxjerrën jashtë funksionit. Kemi bankersin, kemi dhe burimet të tjera që po petroli do se u bë një kështu, domethënë një marrëveshje me një kompani italiane, kompania Eni e ka ajo dhe është një marrëveshje tash për petrolin, ëh. Po kjo duhet të jetë transparente, që ta dimë çfarë fitojmë ne.
Sepse me ec me këtë dhe me dal gjithë me humbi atëherë më mirë ta më ti vim çecin. E paqartë është dhe kjo Albert. Prandaj neve është e paqartë dhe me drejt shqiptarët dhe protestuesit. Ora ç'a po bëhet këtu? Ç'është ky libër? Ai mund të jetë shumë i mirë, por specialistët duhet ta shohin, sepse është një studim i bërë nga inxhinierët tuaj, pa e paragjykuar, por ne duhet të respektojmë të drejtën publike të brendshme. Pra respektimi i drejtës publike është shumë i rëndësishëm. Po të kemi parasysh dhe Gjermania naziste kur u shkatru sistemi i qera Reichu i tretë që me rënien e Berlinit, po të kemi parasysh shkencëtarët e raketave von Braun shku në Amerikë dhe ishin von Braun ishte ndër të parët dhe grupi shkencëtarëve që Louis Armstrong arritin hon. Pra raketat e projektuara ata ishin shumë mira dhe u morën, pra mund të jetë gjë e mirë. Por ne në mungesë të transparencës, bërja e gjërave fshetas dhe këto surpriza të menjëhershme lind dyshimin. Ai projekt mund të jetë i mirë, pa e paragjykuar. Mund të jetë shumë të mira, ta shohim, ndikohet midis pa të mblidhen gjithë njerëzit, thjesht t'japin mendim. Edhe me konventa ndërkombëtare, mendimi publikut i banorëve. Pra ti ke shtëpinë tate aty ando dhe nuk e di që te shtëpia jote do bëhet një shtëpi në formë trekëndshi, se është një projekt. Ti nuk e di, ti jem shtëpinë tate. E vërtet është Karanja, mungesa e transparencës sigurisht edhe ajo çfarë lypet kryesisht nga qytetarët shqiptar kur i besojnë qeverisë, pra mandatin e plotë e vot besojnë, sigurisht kërkohet transparencë për projektet, për investime, sepse këto nuk janë gjëra që kalojnë lehtë. Ato janë le të themi ndërtime që ngelen aty për vite e shekuj me radhë, kështu që ndikimi i tyre është i madh. Minimale që mund bëhet është transparenca, pastaj sigurisht llogaridhënia është një tjetër histori.